Mirë dita, përshëndetje. Përshëndetje për gjithë, që do kyqenin mrena këtij live-it. Po presim pak qaste. Bukur, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se vini, faleminderit që keni me vendos, me qëndru mrena këtij live-it. E di se është mot me vap në Kosovë, në Shqipëri, në gjithë Evropën. Andaj e shfrytëzova rastin tash, shumicën e rasteve, zakonisht njerëzit mendojnë me i majt live-et në orët e vona të mbrëmjes. Mirë po mos harrojmë të cekim se kjo vlen për kohën e dimrit, kur njerëzit janë më shumë mrena në shtëpi dhe janë më mundësia është më e madhe që më shumë njerëz me pa një material tonin, një transmetim tonin direkt. Po kur kemi të bëjmë me verën, atëherë mundësia është që gjatë ditës njerëzit edhe mund të jenë mrenda për shkak të vapës të madhe. Sigurisht bëhet fjalë për ata të cilët vetëse janë shtëpitë e tyre dhe nuk kanë plane pushimi, nuk ndodhen nëpër plazhe, nëpër shëtitje në natyrë kështu me radhë. Po që mundësia është që edhe ata të cilët kanë dalë për shëtitje, sot siç e kemi bo shprehi telefonin ta kemi me vete, gati që shkojmë, sikur një dorë tretë kisha me thonë, dhe gjinia femërore ma po dihet vetë se e majnë edhe në dorë, të ankohen telefonin, dhe është domethënë ajo mundësia që vazhdimisht me dhonë se cilit individ, ndoshta këtu ka dhe njerëz që bojnë njëjtë video transmetime si kuron, atëherë mos e mendoni shumë gjatë se është koha e duhur, thjesht a jeni ju të inspiruar që t'japni diçka prej vetes, a ndini të motivuar, a keni ndonjë arsye konkrete se pse me majt një live, një video transmetim, dhe mos e mendoni shumë këtë pjesë, a do të ketë atë mos do të ketë. Kështu që kur ju të ndiheni mirë, kur ju të ndiheni veten të motivuar, kur ju ndjeni se keni diçka të bukur për me dhënë, atëherë thjesht veç hapeni kamerën edhe filloni me fol. Mbram kam dashur me hy në live në Instagram, në diku ka mbrëmja, po siç kishte diçka një problem Instagrami dhe vreta që kishte qenë një problem vetëm te unë, u dash me fshi Instagramin me instalu prapë dhe tash po funksionon live-i. Atëherë sot si zakonisht unë preferoj me marr pyetje, siç ju e dini, preferoj me marr pyetje sepse nëpërmjet pyetjeve nxjerrim më shumë prej vetes. Edhe unë e kam sfiduese me hap një diçka si temë dhe me fol vazhdimisht vetë pa marrë reflektime nga jo, sepse kjo po bëhet për juve, sigurisht se e bëj për vete, për ta shpreh veten, për t'i shpreh vlerat e mia, po në të njëjtën kohë bëhet edhe për juve, andaj ta çojmë si një formë bashkëbisedimi kësaj, dhe të kem edhe ndërveprim nëpërmjet jush, të kem pyetje, të kem plotësim, dhe deni diçka e bukur pastaj. Mbrëm, sa për informacion, kam hap një temë të bukur, spontanisht, jo rastësisht, spontanisht, një temë shumë të bukur nëpërmjet TikTokut në live, ku kam hap si temë këtë dukurinë të gabuarit, gabimet, duke çujt siç na ka mësuar tradita, na ka mësuar mentaliteti që të marrim faj mbi sipër, ta çojmë veten gabimçar. Dhe kjo shkakton pastaj një ndjenjë të faj brenda nesh, e cila sigurisht s'na bën mundi mirë. Andaj prapë du me cek që sikur këtë ndjenjen ose këtë shprehjen jam gabim, është gabim, jemi gabimçar, sikur jemi dashuru, kisha me thonë, ose kemi përqafu fort këtë bindje që edhe kemi pranu, edhe e bukur që e kemi pranu, këtë në rregull, është një vlerë brenda nesh, qëllimi i saj është i mirë,
kushdo që ta ketë shpikur nga qenia njerëzore se njeriu gabon, jemi të gjithë gabimtar e kështu me radhë, nëpërmjet gabimeve mësojmë. Këtë është në rregull, është një vlerë, një bindje e cila është kriju për një qëllim të mirë. Qëllimi ka qenë i mirë. Sepse ka plot njerëz, nuk po them se të gjithë, po ka plot njerëz që ju ndikon kjo lloj forme për të përmirësuar tutjen jetë, për të qenë më i kujdesshëm, për të qenë më i suksesshëm, për të qenë më i pagabukshëm, kisha me thonë. Mirë po sidoqoftë prapë se prapë, kjo e shkakton një ndjenjë të mbrëmshme. Atëherë nuk mund ta besoj unë për vete që secilit i ndihmon një bindje e tillë. Përderisa mu personalisht nuk më ka ndihmuar asnjëherë, atëherë guxoj të besoj që edhe plot njerëzve tjerë, duke e qujt veten gabim ose duke marrë prej tjerëve si sugjerim ose si opinion ose si vlerësim se po bën gabime, je gabimtar, mu nuk më ka shërby. Andaj guxoj pra të besoj që ka plot edhe njerëz tjerë që kjo formë interpretimi që ja bëjmë vetës ose na e bën dikush tjetër nuk na shërben. Dhe po du me shtru një pyetje këtu për ty që je të ndjek. Okej, mund të supozoj që edhe ti e ke këtë bindje se jemi gabimtar. Unë gaboj njerëz tjerë. Është këtë në rregull, siç e thash, është një vlerë, nuk kam kur gjë kundër. S'jam kundër. Mirë po, pyetja është, sa po të shërben? Sa po të shërben ty personalisht? Ti lom tjertë. Leja se qa thonë tjertë, leja atë ndikimin e përgjithshëm se çka mundet me pas një shprehje e tillë, mirë po ty personalisht. Sepse je i veçantë, nuk je i njëjtë me tjerë. Ty personalisht, sa po të shërben, çka po të shërben, ku po të përmirëson? Cili është qëllimi pozitiv për ty duke pas këtë bindje? Çka po të përmirëson në cilësinë e jetës tonë? Mbajtja e kësaj bindje. Çka po të shërben? Dhe me këtë lloj pyetje të mençur, mundesh me hedh në dyshim, një farë dyshimi, atë bindje që e ke. Ku thu, hey, prit veç pak, se unë nuk kam lind me këtë bindje. Unë nuk kam marrë në këtë jetë me këtë lloj bindje. Këtë bindje ma kanë mësu paraardhësit. Paraardhësit e mi. Shoqëria, familja, shkolla, vendi ku jam rrit. Nuk është e imja. Dhe pyetja është që mund me reflektu me veten. Çfarë po më shërben? Çfarë po më shërben duke mbajtur këtë bindje? Ose si po më ndikon negativisht në cilësinë e jetës tim, në rezultatet e mia, në motivimin tim, në ambicjet e mia, në synimet e mia, në qëllimet e mia. Sa po më ndikon negativisht në këto dukuri, këto sjelljet e mia. Dhe kësaj thjesht e qëtë në një farë dyshimi, ku thu, se edhe si informacion kër e pranon që unë nuk kam marrë me këtë bindje, kjo është një bindje e mësuar, kjo është një sugjerim nga të tjerët, që më kanë dhënë tjerët, dhe tash është bo dialog i brendshëm. Tash ja kam mësu vetës dhe ja thom me shumë lehtësi. Kur reflekton, atëherë e ki një farë pranimit e vetja se ti je i veçantë dhe nuk ke ardhur me këtë lloj bindje në këtë botë. Dhe përderisa po më ndikoj ka negativisht. Atëherë unë ja vlen me lshu këtë bindje. Sepse po del në një farë roli vlerësimi, ku po e vlerëson çka po ndikon pozitivisht, çka po ndikon negativisht. Te unë, lej tjerë. Mos u merr me tjerë. Te unë çka po ndikon, si po ndikon. Dhe vjen me një situatë ku thu, ej, du me lshu këtë bindje. Okej, po para se me lshu këtë bindje, është rëndësishme me ditë një parim bazë, një parim jetësor, që
e kam përmend shpesh, e kam edhe nëpërmjet një videos. Ne nuk gabojmë asnjëherë. Sepse nuk është e lehtë me lëshu këtë bindje pa e ditë edhe rëndësinë, pa e pasur informacionin shtesë. Kur kupton ti se asnjëherë s'ke gabu, atëherë do t'jetë ma e thjesht për ty për ta lëshu këtë bindje. Pse them se s'ke gabu asnjëherë? Ne jemi qenje emocionale, e ndjeshme. Në shumicën e kohës, në çdo lëvizje që e bëjmë, ne e bëjmë sipas mënyrës se si ndihemi në ato momente. Dhe nuk guxojmë të besojmë, kisha në thonë në një farë mënyrë, që çdo lëvizje që e bëjmë ne ta bëjmë me kontroll, me logjik, në mënyrë perfekte. Nuk është e mundur, sepse shpenzon shumë energji. Shpenzon shumë energji që t'jemi të vetëdijshëm në logjik, duke kontrolluar gjatë gjithë kohës. Nuk mund ta kontrollojmë veten. Edhe nuk është edhe shëndetshme me kontrollu veten çdo lëvizje që bëjmë. Andaj, kur e kuptojmë kësaj, kuptojmë që ne nuk mund t'i kontrollojmë çdo lëvizje tonë, çdo mimik, çdo fjalë që e nxjerrim, sepse e nxjerrim ashtu siç në ato momente ndihemi, atë sa kemi fjalër në ato momente, kjo nuk na bën ma pak profesional, nuk na bën ma pak lexueshëm, nuk na bën ma pak me ma pak përvoja që kemi bën në jetë. Sepse thjesht po reagojmë në një mënyrë, nga një diçka që thjesht po na bën me u ndi asaj. Po e dhom një reagim, pra po shprehemi, se reagim është më shumë fjalë jo shqipe, po e kemi bo shqipe, se reagim vjen nga reaction, po shqip, nëse e përkthejmë, i vjen që po shprehemi ose po shprehemi kundërshti ndaj një situatë të jashtme, dhe e cila ka të bëjë ndoshta me një tent pa përpunuar tonën, me një mospranim të një diçkaje, dhe ne thjesht reagojmë. I japim energji, i japim shprehje asaj që po shohim jashtë. Ose edhe tjetra, reagojmë diçka lidhje me veten, me mënyrën se si planifikon, se si ke agjendën tone, se si po ndihesh, se si e ke pas një përvojë, apo se si don me pas një përvojë në të ardhmen. Pra, ato janë gjithmonë reagime momentale, reagime të asaj gjendje emocionale, shpirtërore si po ndihesh në ato momente. Dhe aq dim në ato momente me vlerësu një diçka të jashtme apo me një diçka të mbrëmshme për veten tonë. Dhe kjo na bën me kuptu, pra, që asnjëherë në jetën tonë nuk kemi gabu, as kur kemi fol, as kur kemi reagu me gjuhë trupit, as kur kemi bonaj lëvizje drejt një diçkaje. Asnjëherë s'kemi gabu. Dhe asnjëherë nuk po gabojmë, dhe asnjëherë nuk do të gabojmë. Kur e mësojmë këtë, kur ja kushtojmë rëndësinë, këtij lloj interpretimi, kësaj lloj perspektive, na ndihemi të lirë. E lirojmë veten, e lirojmë këtë peshë, këtë barë përgjithësie, që e fajsojmë veten për gabimet që kemi bën të kalumen, apo që mund t'i bëjmë në të ardhmen. Na e lirojmë peshën, ndihemi të lirë, jemi të lirë të veprojmë. Dikush kish me kundërshtu këto, dhe është në rregull, edhe e pres, edhe e pritshme është që dikush ta kundërshtoj, sepse nuk po i zavend ndoshta. Po është në rregull. Është në rregull edhe nëse nuk po të zavend. Edhe unë kam pas sfiduese, vështirësi me pranu këtë perspektivë ndryshe. Kur e kam marrë nga trajnerët e mi, e kam pas edhe unë të vështirë ta pranoj. Edhe unë jam
e kam kundërshtu trajnerin tim, trajnerin time, që hej, nuk është e mundur, ne gabojmë. Po unë kisha qenë të fol nga një përvojë imja jetësore, nga mënyra, nga tradita se si jam mësu. Nuk isha qenë në një farë mënyra as gati me lëshu këtë lloj bindje. Kisha pas nevojë për sqarim, kisha pas nevojë për interpretim kësaj për ta instalu këtë lloj bindje të vetja që gabimet nuk ekzistojnë. Gabimet nuk ekzistojnë. Pik. Sa do të kushtueshme që mund të kenë qenë. Ke boni përvojë. Ke boni përvojë jetësore ku të duhet në të ardhmen. Mësimet gjithmonë janë të kushtueshme. Mësimet dhembin, dhe më thonë, çdo zhvillim brenda nesh, inteligjencën tonë, dhem. Edhe është e mirë kur dhem, sepse e mon men ma fuqishëm, sepse edhe e ke përjetu në përmjet dhimbjeve, e ke përjetu, e ke ndje një mësim që e ke marë. Pra, e ke pagu. E ke pagu me ndjesit e tua. Dhe është ma i vlefshëm. Pra, sa herë që po ju dhem diçka prej një situatet jashtme, kur po ballafaqoni me dikën, ta keni parasysh që kemi të bëjmë me zhvillimin. Zhvillimi dhem, që t'janin mend vetës vazhdimisht ta. Vendoseni nështë si vath në dhesh që është ajo shpreja. Hej, prit pak, emrat që për i shok të Shqipe, Vjosa, Linda, Jonida. Hej, Jonida, hej, Vjosa, hej, Shqipe, hej, Zona, zhvillimi dhem. Pik, shkurt, thjesht, qartë, zhvillimi dhem. Edhe automatikisht ndërgjithsohesh, vedisohesh. Ndërgjithsohesh, vedisohesh, qysh në qast. Hej, kam të bëjnë me një situatë ku mundësia është për mu zhvillu. Pa pagesë. Po me një kastëdhimje. Bukur? Ameta diçka pa thonë, a ka më mblotësu dikush? A ka me shtru dikush pyetje në këtë, a ka me reflektu me këtë që thash, a ka me kundërshtu, pse jo? Unë, vazhdimisht, jam duke provu që gjithë shka me pas i vlerë, gjithë shka me pas i vlerësim. Të paktën jam të provu, nuk e di se sa kam arrit, po të paktën jam duke provu që gjithë shka me pas i vlerë. Vlerë. Kundërshtimi është vlerë, kritika është vlerë, gjykimi është vlerë, dhe fajsimi është vlerë, ka e vlerëson një diçka t'jasht me një dukuri, apo një diçka të mranshme, asisoj në ato momente. Hajde po vres pak për juve, në ndërkohë po pi pak ujë. Shqyqyr që s'pas kam hy prom se ka të shumë s'kisha fol. Po mbrame pas kam pas një nisje kësaj teme, kam hap, edhe masanej ishtë masi që e mbylla live-in në TikTok, po është që plot gjona kam met pa i thonë. Plot gjona kam met pa i shpjegu, andaj uraj që në një herë tjetër, nështë ta nëpërmjet Instagramit, nështë ta nëpërmjet TikTokut, do kem mundësin që ato cilat kam met pa i thonë, do të mjepet rasti me i thonë. Bukur. Faleminderit Zona. Gabimet janë njerëzore, por ne duhet të marrim mësim prej tyre. Valbona, po, gabimet janë njerëzore. Çka po mbrojmë këtë? Po e mbrojmë bindjen se jemi gabimçar. Po e kuptojnë mënyrën se si e shpreh. Po të shohim nëpërmjet kësaj se si e ke shpreh, e vlerësoj, faleminderit që jep vlerësim të live-it, dhe veç po duhet ta kujtu që sa herë që i mbrojmë gabimet, po e mbrojmë një bindje tonë. Dhe shumë e natyrshme. Është shumë normale, shumë e natyrshme, shumë në rregull me i mbrojt bindjet, sepse siç e thash edhe më herët, për me formu një bindje, zakonisht na ka kushtu.
ose me dhimbje, ose kosto financiare. Dhe është tepër e natyrshme me mbrojt një investim. Pra ka qenë një investim yni, ose na ka kushtu me lek, ose nëpërmjet dhimbjeve. Dhe tepër e natyrshme me mbrojt një bindje tonë. E kuptoj se cilin që po e mbron bindjen. Edhe unë mbroj bindjet mia, sigurisht. Derisa ta shoh që nuk po më shërbejnë. Përderisa më shërbejnë, vazhdoj me i mbrojt. Pse jo? Tepër në rregull, tepër normale. Tepër e natyrshme. Mekanizmat mbrojtës ndodhin të secilit, sigurisht. Faleminderit psikologe Linda. Është tepër normale që na mbrojmë veten tonë dhe kemi atë shumë mekanizma mbrojtës ku më kujtohet një fjalë e Daudemokut ku thot dhimbjen individi, personi ka aftësi ta durej, sepse i ka mekanizmat mbrojtës. I ka gjithë mekanizmat mbrojtës mbrana trupit që ta duroj një dhimbje. I ka. Se ai përdor tjetër temë është ai përdor sa mekanizma apo dorëzohet. Po mekanizmat i ka. E thot kujdes nga gëzimi i tepërt, sepse nuk ka mekanizëm mbrojtës. Kujdes nga gëzimi i tepërt, thot, sepse atë tani nuk ka mekanizëm mbrojtës. Nashta edhe ka, pa ai kështu e ka thonë. Thjesht më kujtu edhe dashta me citu. Faleminderit. Oh, Sofia ka reagu. Bravo që e ke pranu këtë parim të NLP, Sofia, kolege. Gabime s'ka. Besoj, po ta mundsoj, po ta bëj ma të thjeshtësuar është. Pra, gabime s'ka. Ka reagime, ka vlerësim, edhe ka rezultat. Ka edhe feedback, që i thojnë në gjuhë evropiane internacionale. Feedback. Ka vlerësim, ka reagim, ka rezultat. Mas çdo veprimi tant. Pik. Nuk ka gabim, nuk ke bo faj, nuk ke hin gjunaf. Se duke qujt vetën gabim, pastaj Linda e shpreja ke bo gjunaf. Ke bo mëkat nga të feja krishtere që përdoret. Nuk bojnë mëkat, nuk bojnë gjunaf. Pik. Ne këtë botë kemi ardhur për me shprej vetën. Mas çdo veprimi që e bojmë, pavarësisht çfarë është, ai sikur kur ndihmojmë, sikur kur fajsojmë, sikur kur reagojmë, sikur kur tregojmë për veten, sikur kur gjykojmë, vlerësojmë, fajsojmë diçka tjetër jashtë, ne nëpërmjet këtyre veprimeve ne po shfrytëzojmë rastin për me shpreh veten. Për me shpreh veten. Sepse kemi pjesë anë të errta, kemi anë të ndriçuara, kemi anë negative, kemi anë pozitive. Dhe vazhdimisht e kemi të nevojshme me i shpreh, me i nxjerr ato vlera tona të brendshme. Gjitha janë vlera. Dhe vlerat nëse nuk përdoren, zbehen. Bukur? Okej. Po, apshat që të më thonë e kemi edhe mrana mentalitetit tonë që me pas kujdes nga gëzimi i tepërt, sepse mekanizmi mbrojtës është pikpyetje pastaj. Sepse për dhimbje, siç e thash, ka mekanizma mbrojtës, e kemi aftësinë që durojmë, po thjesht e përdorim ajo. Përshëndetje. Edhe për juve. Okej, cila kish me qenë pyetja? Çka humb nëse ma bëni pyetje? Po e bëj një pyetje nëpërmjet një pyetje. Çka humb nëse bëm pyetje tani? Çka po çfarë po ki dëshirë më pyet? Çfarë po ki dëshirë më plotësu? Shprehe. Ke ardhur për të shprehur në këtë botë. Çka humb? Bukur. Okej, po pi edhe pak ujë. Po ju tregoj një rast, këtu e kam një libër me vete.
Shpirt i çliruar. Nëse po duket mrapsht te ju atje, atëherë titulli është Shpirt i çliruar. Këtë libër ka kohë që e kam marrë më përpara. Edhe kur kam pas filluar me lexu, pikërisht atë ditë kur kam hap faqet e para me lexu, nuk kam qenë duke u ndje mirë. Kisha një farë stresi, një farë ankthi dhe duke lexu këtë libër filloja ndjesia e ankthit veç me u rritë dhe e kam lënë. Dhe një kohë gjatë ka nejt aty në raft, Mirlinda e ka lexu shumë shpesh sa për informacion. Mirlinda është e preferon shumë këtë libër edhe e sugjeron të tjerë, po unë një kohë gjatë nuk e kam lexu. Pse? Sepse duke u bazu te çaja përvoja. Pra, duke supozu që adin kam reflektu me vetën se kam hap kështu si dialog çaq thellum, po nuk më tërheke me marë me lexu, sepse në njëjtën kohë Mirlinda thë ke merre lexoje se shumë i mirë. Diqysh nuk më tërheke. E çka është kjo që nuk më tërheke, sepse u kisha pas boni përvojë që duke lexu këtë libër thjesht më kanë rrit ndjesitë e ankthit, edhe ajo frika nuk ka lënë me marrë me lexu. Po kam mjaftu ky identifikimi se çka po më nal që të libër mos me lexu, jam thellu, e kam formu tani një interpretim të mranshëm, një reflektim të mranshëm, ku kam thonë, hey, sigurisht se ndjesia e ankthit nuk ka të bëjë me librin. Unë vetë se kam pas ndjesi ankthi edhe para se me kap me lexu librin. Dhe informacioni që kam marrë nuk ka qenë i duhur nga ky libër për ato momente siç unë jam di. Thjesht reflektova me veten se pas kam pas nevojë me lexu diçka tjetër në ato momente. Apo thjesht të mundohem ta tejkaloj ndryshe atë ndjesi ankthi pa fut informacion në ndjesisë që kam pas. Dhe kur kam reflektu kësaj, atëherë ju kam kap librit, e kam lexu dhe kam marrë përfundim apo ja kam dhënë rezultatin edhe Mirlindës që fantastik është libri. Nuk e di, nuk e di, po tash e kam kuptu se çka s'm ka tërheq me lexu këtë libër, sepse jam bazu te një përvojë personale dhe tash e lexoj me shumë dëshirë dhe është libër tepër i vlefshëm ku flet për ç't çlirimin e shpirtit. Okej. Kur lexoj, po sigurisht, zakonisht edhe psikologët këto e preferojnë sado që të jetë libër i mirë me informacione, kur përjeton një ndjesi ankthi, është e mirë që të lexoni diçka tepër pozitive, motivuese dhe jo informacion. Domethënë është e nevojshme me lexu diçka motivuese, diçka që të ngrit ty, ta ndron çat lloj energjie, çat lloj mënyre se çysh jetu mbi. Jo veç informacion. Jo me marr informacion se çka është kjo, çka është ajo, çysh është shpirti, çysh është mendja, çysh ndodh vdekja, çysh është ajo, dhe në të njëjtën kohë ti je duke përjetuar si lloj emocionesh. Veç ti rrit. Po nuk ka të bëj me librin, ka të bëj me mënyrën se si ti je duke u ndi, sepse në një moment tjetër ky libër të pëlqen shumë. Po jo vetëm ky, po edhe në libër tjetër që mund të ketë jetë edhe shkencor. Pra, qeni ma pranues thjesht ta pranoni veten se hey, nuk është momenti që unë me lexu këtë libër, pavarësisht se e di se është i mirë. Ky libër është i mirë, më ka thonë dikush, apo e kam lexu se është shumë informativ, shumë vëdisues. Nuk është momenti me lexu këtë libër. Pik. Si jam në një gjendje të lartë vetdijes, në frekuenca të mira për me lexu këtë libër. Pik. Përshëndetje edhe për juve.
Unë veç isha motivu të fol me ju pasi jeni inteligjent dhe jeni shumë i saktë në atë që thoni. Faleminderit që po e vlerëson kësaj psikologe Linda. Faleminderit që po ndihesh mirë, sepse pa u ndi mirë nuk mundesh me vlerësu. Pa u ndi mirë brenda vetes, nuk je aft, nuk e ki kapacitetin tënd të mbrëmshëm, nuk do të thotë që po gjatë momente nuk e ki. Ti e ki vlerën tone, ti den me vlerësu, po në ato momente nuk den, në ato momente harrën. Shumë e bukur që është harresa, shumë e mirë që është harresa. Mos i dola këtu te harresa, zakonisht njerëzit që përballen me anksin kur mi tregojnë ato pasojat që janë duke i përjetu për i gjendjes të anksit, në ndërkohë më thojnë edhe po harrej shumë. Po harrej, s'po moj mend. A nuk është që kjo veti e mirë? Shqyqyr që po harran. A disa mendime ke pas në për kuk? Këtë ditë, këtë javë, dje, par dje, sot, më përpara. Imagjino si kur ti kishe majt men. Të gjitha ato mendime që ke pas që të kanë ardhur në kokën tone, nëpërmjet mendjes. Pra diçka po të mbron inteligjencë e pafundme që ekziston brenda nesh, po të mbron që ti fusësh në arkiv apo ti harrosh gjithë ato mendime që i ke pas të pa kontrolluara nëpër kokën tënde. Kjo është e bukur, kjo është pozitive që po harron. Andaj s'ka për të shqetësu. Ato nuk kanë për me humb ato informacione. Mos u frikso se kimi humb informacionet se po dyshon se po rritet kjo harresa tek ti. Jo, nuk po harron. Nuk po harron. Po thjesht po bën prioritete. Cilat mendime, cilat përvoja kanë përparësi në mendjen tonë, cilat s'kan. Nuk je duke harru. Po shqyqyr që po i harran ato ndjesi, ato mendime negative që po të vinë. Kjo është pozitive. Nuk ka për me u shqetësu pra. Të shohim si me vepru, po thot kur ki njerëz narcist në familje. Okej, e nevojshme është mos me i kundërshtu. Në një. E nevojshme është me ju vendos kufi. Me ju vendos kufi sugjerimeve tyre, opinioneve tyre, mos më ju dhon energji, mos më ju dhon fuqi. Mos me vepru ashtu siç këta njerëz dëshirojnë me kontrollu jetën tonë. Sepse qëllimi i një në thojza apo e vendosi një mentaliteti narcist është kontroll i tepërt. Kontroll i tepërt. Ne të gjithë jemi qenie kontrolluese për informacion. Kemi nevojë me pas diçka në kontroll. Po thjesht të personat me mentalitet narcist e kanë të tepruar. Thjesht e kanë më të tepruar se njerëzit e zakonshëm. Andaj, ky lloj kontrolli ka nevojë me ja vendos kufinin këtyre njerëzve, ki nevojë me rrit vlerat e tua, me vlerësu veten më shumë, me ngrit vetbesimin, vetvlerësimin për veten, dhe kur ti arrin këtë, tani ti ki aftësi me ju vendos kufi këtyre njerëzve. Ki me çka të mirësh në përditshmërinë tënde dhe nuk je i varur nga kontrolli i tij, nga sugjerimet e tij, sepse e ki një jetë ma të drejtume, i ki qëllimet tua prioritet, edhe gjasat janë që me shpëtu prej tij. Sepse e shef se mo nuk po mundet me të kontrollu dhe e kërkan një viktim tjetër. Atëherë, del nga roli viktimës, sepse një narcist, hajto i mbi ma shkurt, qëllimin e ka me gjetë viktima. Sa më shumë. Andaj, del nga roli viktimës, del në rol të vetvlerësimit, del në rol të mirënjohësit, falenderuesit, del në rol të mbrojtërit vetes tone, edhe vazhdo jetën përpara dhe le ta kërkoj dika tjetër. Bukur?
qëllimin e ka të mirë, sepse edhe këtu e thash, edhe një narcist po të mëson se qysh me u kthy te vetja. Po të dhem, kontrolli i tij apo i saj vazhdueshëm që po ta bën, po ta shkakton një dhimbje, dhe siç e thash edhe më herët, nëpërmjet dhimbjes ndodh zhvillimi, ndodh ndryshimi. Po të kthen te vetja, po të thot në mënyrë të pavetëdijshme mesazhi i tij i brendshëm, sugjerimi i tij i brendshëm, edhe pse nuk ta thot me fjalë, nuk ta shpjegon, ai po thot shko te vetja. Ai po thot vlerësoje veten. Ai po thot rritu. Dhe këta ka si mënyrë se qysh po të mëson për me u kthy te vetja. Kur e vlerëson kësaj, pra e vlerëson në atë aspektin i jep reflekton këtë situatë se okay, qëllimi i tij ka i mirë, pavarësisht se si po sillet, atëherë del në rol falenderuesit. Dhe thjesht e ke kuptuar mesazhin e tij të fshehtë, që po të thotë shko, aftësoju, rritu, vlerësoje veten, ngrite vetbesimin, ndjeki qëllimet e tua. Kam qef t'i sfidoj njerëzit toksik, por vërtet, po mdojnë të jashtëzakonisht shumë, si të veproj t'i ignoroj, apo. Ignorimi është gjëja më e thjeshtë, domethënë ignorimi ka të bëjë me mbrojtjen e vetjes, me shmangjen, me ikjen prej këtyre njerëzve, nuk po them që është një veprim jo i mirë, sepse po e ruan veten, po e ruan energjinë tone, është në rregull. Po nuk mundesh me ik pafundsi. Është e nevojshme me i mësu mënyra se si mos sill me ta, sepse i ki gjithka, i ki për rreth, nuk ke ka ju ik. Domethënë nëse ke në rreth familjar, okay, fillon me i gjet pastaj në qytet, në marrëdhënie pune, në rrjetet sociale, gjithku janë gjithkund. Ne mos harrojmë se edhe na bëhemi toksik një herë. Edhe ideja është të mësojmë strategji se si cillemi me ta. I kam përmend disa prej strategjive, mos ja kthej përgjigjen më një herë. Vëna ja përgjigjen. Dhe një prej sjelljeve të njerëzve toksik është se i dashurojnë thashë thomet, me humor me tjerë. Sa herë që po e shet që po të fut edhe ty në këtë rol me botë thashë thome, përgjigju me nuk jam i sigurt. Nuk jam i sigurt. Dhe ajo mënyra e tretë për me ja u hupat argëtimin njerëzve me sjellje toksike është duke ju bë pyetje. Duke ju bë pyetje pak ma themelore, ma filozofike. Sepse s'janë të përgatitur, nuk janë të përgatitur për kësaj lloj pyetjesh dhe thjesht ja u heqat argëtimin e fuqisë të kontrollit që dojnë me u ushqy nëpërmjet reagimeve emocionale tua. Për çfarë arsye, kujdes me përgjigjen e menjëhershme. Sa më gjatë që mundesh, vënaja përgjigjen. Vënaja përgjigjen sepse në kësaj nuk mundet me ndiku shpejt në emocionet e tua, në reagimet e tua. Okay. Mu më duhet me ndrru vend për shkak se po i bie dielli i telefonit edhe është nxeh. Okay. Të ndroj pak pozicionin. Bukur. Unë më shumë e përdori nuk e di, kur s'du me u përzi ose punë për mu. Bukur, do me thonë nuk e di, nuk jam i sigurt, sepse këtë nuk po jep reagim emocional dhe kësi lloj mënyre përderisa nuk po merr feedback prej teje, nuk po merr miratim, përgjigje konkrete rreth asaj se çfarë po kërkon ai prej teje,
atëherë edhe gjosat janë me unalë, sepse thot, hej, s'po len, s'po den. S'është i sigurt. Do të me gjetë dikën tjetër. Bukur. Edhe pak minuta jam këso, edhe 6 minuta maksimum. E uroj ta ke mundësi me respektu këtë që thash. Mund të di se duhet të ketë një person pritshmëri. Mund të di sa duhet të ketë një person pritshmëri për veten e vet. Pritshmërit zakonisht, është edhe shpreha, pritshmërit janë ato, është, shme thonë, aja, nëse mu imi a gjithë fjallën e duhur, shprehjen e duhur. Pritshmëria është mënyra më e sigurt për me u zhgënjy, për me u dëshpëru. Pra mënyra më e sigurt për me u dëshpëru është pritshmëria. Na kanë thonë mos prit shumë prej tjerëve, po as prej vetës shumë jo. Nëse te pra as me pritshmëri ndaj vetës. Sepse edhe kjo ka të bëjë me ato që e thash qysh në fillim, se ne jemi qenje që e ndryshueshme, reagojmë kryesisht me emocione, emocionet ikën si rreth në qiell, dhe me ul edhe te vetja pak pritshmërinë, me zbut pak pritshmërinë edhe te vetja. Jo me hiq komplet, tek raportet me njerëz tjerë në vërtet ka nevojë me çu me një mos shumë të olt pritshmërinë, sepse nuk është kurrë e sigurt. Okej? Kështu që zaventsoje me mirënjohje. Zaventsoje me falenderim pritshmërinë. Mënyra më e mirë është ule pritshmërinë rrit e mirënjohjen. Vlerëso për atë sa ki, për atë sa je, për atë sa të kanë ndihmu, për atë sa mund më të ndihmu. Aq vlerësoj njerëzit për aq sa kanë bo deri tash për ty, edhe aq sa janë gjasa për me bo. Del në rolin e vlerësuesit, në rolin e mirënjohësit, në rolin e falenderuesit dhe kështu e ul pritshmërinë. Kështu e ul pritshmërinë, sepse gjithmonë e dini se gjërat kur janë spontan, janë ma sinqerta, ka momente ma të lumtura e kështu me radhë. Unë e pëlqej spontanitetin dhe besoj secili e pëlqen, sepse të zgjedhim të jetojmë ma të lirë, sepse kur kemi pritshmëri jemi ma të kufizum. E kufizojmë shumë veten. Okej? Pritshmëritë edhe teknologjia na i thënë se lemo njerëzit, po besoj që më marr një shembull nëse e hap navigacionin edhe jep prej Tiranës në Prishtinë, aty ta jep 3 orë. Momentalisht ta jep 3 orë, edhe ti mund në shembull dikuj me i premtu që për 3 orë më rri. Po gjatë rrugës shfaqet një pengesë. Dhe navigacioni e bën ndryshimin, pastaj e bën një rikalkulim tjetër të kohës për sa ki me më rri. Andaj, qa ke bëj ke zhgënjy dikën. Ai thot më the për 3 orë me ardh, ku mbete? Prandaj është me rëndësi me ul pritshmërinë, sepse edhe këto, domethënë, edhe teknologjia mundet më na zhgënjy se le mo njerëzit. Okej? Po njerëzit që kanë ndryshime të menjëhershme të humorit, për shembull, duke qeshur e duke folur, thënë në akuza dhe në zemrim. Mënyra më e mirë për me kontrollu dikën, bile është edhe këshill, edhe mësim për me zbulu një sekret për dikuj, është spari me bo me qesh. Nëse dënë, që po ta jepi si mësim tash, edhe kuptoje se mere si strategji dhe kupton që tjetë pas kanë bo strategji në shta me ty. Nëse da me zbulu një sekret, me ta tregu dikush një diçka që nuk e jep me shumë lehtësi një informacion, shembull për vetën, sa e ka rrugën, e sene, tjera, atëherë bën e pak me qesh. Bën pak humor dhe kur ja rregullon disponimin e brendshëm, ai e humb pak kontrollin,
e humb pak kontrollin, nuk e ka vetë dijen nuk e ka logjikën, nuk është shumë mbrojtje, është i gëzueshëm, është i lumtur, sepse e ke bë me qesh, ja ke shkaktu një ndjesi humori, dhe ta jep të vërtetën. Ta tregon të vërtetën. E që pastaj, domethënë, kur e kupton që e ke tregu humorin, zemërohesh me veten edhe kritikon apo fajson veten se pse i tregova, nuk u dash me i tregu, e nxjerra një sekret. Dhe po dizel me shtu edhe pak të Bera, faleminderit për pyetjen, kthen në akuza. Po, sepse në një farë mënyrë e ka marrë kontrollin, përderisa të ka bë me qesh, me një veprim të vetin, me fjalë të veta, ka reagu të ti, ka pas fuqi që të reagoj të emocionet e tua, atëherë e ka më të lehtë kontrollin. Me të gjujt akuza, edhe me të zemru. Edhe zojnë vend, besa. Zojnë vend ma lehtë, sepse ja ke hap derën. Je hap para këtij personit dhe e ka dhe atë anën negative, pastaj që po e shfrytëzon hapjen tënde për me t'akuzu, për me zemru. Faleminderit që ma bone këtë pyetje. E di që keni pyetje shumë, keni me ju përgjigj gjithë tyne pyetjeve, unë bes pa e mbojt atë premtimin që ja dhash vetes. Miru pafshim, po e ndërprej për sot, sepse kam edhe plane tjera. Faleminderit që ishit deri tash këto, që zgjedhët me i dhënë vlerë këtij live-it me gjithë këto pyetje të bukura, me gjithë këto reflektime për plotësimit që e bot. Miru pafshim shpejti në një ditë tjetër. Ditë mirë. Ciao.